Faleminderit gjithëve. Unë kam qenë edhe para 30 vjetë në lëvizje studente. Dhe kishte poka shumë njerëz. Atëherë njerëzit thrisnin e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Po është Shqipëria si gjithë Evropa? A është Shqipëria si gjithë Evropa? Shqipëria sot ka padrejtësi, ka palishmëri, ka korupcion, ka kapjet shtetit. Ka kapjet shtetit që sjellin ligjet. Ka kapje nga oligarkia, nga klanet. Në qoftë se jemi këtu sot, ne nisëm nga Zvërneci. Çfarë është Zvërneci? Zvërneci është pjesë e zonës mbrojtura e Shqipërisë. Është pasuria jonë kombëtare që s'duhet ta humbasim, s'duhet ta harrojmë. Është e jona, e kemi mbrojtur prej shekujsh. Duhet ta mbrojmë akoma. Unë isha atje në Zvërnec, isha atje dhe në Akërni. Dje në Zvërnec dhe Akërni gjeta Trishtin, atë zonë që e kam parë sot e 30 vjetë, me dunat mrekullueshme, gjeta të shkatruar. E gjeta pemët të shërnjosura, dunat të shkatruara, korridore të hapura, plerat lëna, shishe, tuba, beton, gjithçka gjeta atje, veç turizmin elitar nuk e gjeta. A është ky turizmi elitar që duam ne? A është ky modeli që duam? Jo. Çfarë Zvërneci? Zvërneci është kryengritja për mbrojtjen e zonave të mbrojtura. Sepse pas Zvërnecit vjen gjithçka tjetër. Vjen Vilipoja, vjen Butrindi, vjen Kune Vajini, vjen Divja Karavastaja, vjen gjithçka tjetër. Prandaj duhet të punojmë, duhet të ngrihemi për ta mbrojtur atë. Tani ja dy shifra. Ja dy shifra që unë i kam nga studimet e mia. Dëgjuam një ministre që tha kur erdhi Edi Rama në pushtet erdhën dhe flamingot. Dëgjoni se është shifër interesante. Kur erdhi Edi Rama në pushtet tha erdhën flamingot. Në 2013-ën, parë se tim Edi Rama, 1322 flamingo në lagunën e Nartës. I kanë numëruar vetë. 20.000 shpend në gjithë lagunën e Nartës. Në vitet më pas, asnjëherë Edi Rama s'arrit dot të shifër. Tani, okej, atëherë nuk duhet të flas gjatë, do ta mbyllim këtu shumë shpejt. Mos harrojmë, kjo është një kryengritje për zonat e mbrojtura, për demokraci e për gjithçka tjetër. Ne kërkuam anullim projektin. Projekti është vetëm pezulluar, duhet anulluar. Anulloj projektin. Anulloj projektin. Anulloj projektin dhe gjithë ata projekte tjera që presin qytetarët. Dhe mbrapsh amendimin e ligjit për zonat e mbrojtura. Dhe pezullo, ndalo afatet e ligjit për investime strategjike po shkatron Shqipërinë. Dhe mos harrojmë, ato dëme që i pam atje dikush duhet i paguaj. Duhet mbajmë përgjegjësi ata që lejuan dëmin, ata që shkatruan dhe ata që lejuan dëmin. Dhe fundit, nesër më shumë, nesër më shumë, nesër më shumë, nesër më shumë, nesër më shumë. Faleminderit.